Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe me të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Elhamdulillah që flladet dhe aroma e Ramazanit ka filluar të ndjehet dhe nuk ka mbet nga Ramazani vetëm se më pak se një muaj, dhe e kemi parë të arsyeshme në bashkëpunim pra me Mështininë e Tiranës, siç kemi bërë vazhdimisht në vitet e kaluara, të përgatisim pak veten dhe të stërvitemi dhe të kalitemi në mënyrë që mos kemi nevojë të lodhemi shumë për ta marrë veten ditët e para të Ramazanit që më u fut në temë, po të jemi të përgatitur përpara, dhe këto takime, këto ulje, këto tubime nuk kanë qëllim tjetër vetëm se të na shtohet imani, të na shtohet besimi, të forcojmë dijen, të kuptojmë gjërat edhe më mirë, të futemi gjërave më në thelb, në mënyrë që me shpresën e Madhit Zot, ky Ramazan të na bëjë dobi, por feja në përgjithësi të jetë më kuptueshme në jetën tonë dhe më e aplikueshme, pasi feja e Zotit nuk ka zbritur për të mbetur nëpër libra e shkruar, por ka zbritur për të praktikuar nga njerëzit. Është kënaqësi dhe është në nderin tonë që ta nisim këtë cikël, pra le të themi ligjëratash, kalitse për të jenë më mirë në imanin tonë dhe në besimin tonë, me Muftiun e Tiranës, Hoxhën e nderuar Imam Bilal Teqja, i cili elhamdulillah është hoxh i dashur për të gjithë, po ka një gjë që se kemi ne të tjerët, që është zëri i tij mrekullueshëm, Zoti e shpërbleft. Kur po mendojsha pak për Hoxhën, kur po vinte mi fjalë, në kohën tonë kur kemi qenë medresista, ne mendojshim se titulli më i lartë në Islam është Haxhi Hafiz. Dhe i vetmi që kishte, domethënë, në atë kohë këtë titull që ka qenë Haxhi Hafiz Sabri Koçi. Dhe titulli Haxhi Hafiz, domethënë, elhamdulillah sot kemi shumë Haxhi Hafiz, elhamdulillah, por Hoxh Bilali, përveç se është Haxhi Hafiz me fjalë, ka dijen, ka urtësinë, ka pjekurinë, është elhamdulillah dhe Muftiu i Tiranës dhe elhamdulillah i ka dhënë gjallëri xhamiave gjatë gjithë kohës që ai po e çon këtë amanet Zotit në vend. Edhe një herë, se ne themi se është mirë me i fol tjetrit në sy, Zoti të shpërbleft Hoxh Bilali për përgjigjen e ftesës, Zoti të shpërbleft që je pjesë e jona në këto organizime dhe që na keni dhënë, domethënë, atë uratën tuaj për t'i bërë këto dhe për t'i zhvilluar këto takime me ty së pari dhe pastaj me hoxhallarët e tjerë. Lut Zotin të shpërblej e na bëj Allah, se ne e dim gjithë se ti je shumë i zonë dhe shumë i angazhuar. Mirë, po na e përkushtuar neve në këtë ditë për ta nisë me ty, lut Zotin ta shpërblej me të mira, sepse ai është ai i cili shpërblen më së miri. Zoti të nderoft. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in, ma ba'd. Së falenderojmë Allahun xhaleshanuhu me emrin edhe me mirësinë e cilit plotësohet çdo gjë e bukur dhe çdo gjë e mirë. Falënderime për Hoxhën, për ftesën, edhe për stafin, edhe për të gjithë juve vëllezër, edhe motra nëse ka motra, për secilin për jush. Zoti ju nderoft dhe Zoti ju shpërbleft që zgjodhët që këto minuta ti ndajmë bashkë, të përkujtojmë diçka, inshallah nga feja jon, edhe shpresoj shumë që të përcjellim mesazhe pozitive për njëri tjetrin, siç e përmendi edhe Hoxha. Fillojmë para përgatitjet për Ramazanin, se kemi Ramazanin para dhe është mundësi e artë dhe mundësi e mirë për gjithë secilin prej nesh. Allahu të shpërbleft Hoxh edhe Allahu të nderoft për të gjitha sa the. Unë falenderit shumë për konsideratën. Mufti i Tiranës, më duket kështu, me thonë drejtën, neve jemi vëllezër, jemi kolegë, jemi shokë, edhe mendoj që nëse ka ndonjë mirësi, ajo në radhë parë është prej Allahut, po besoj që mirësia më e madhe ka qenë që ne jemi të gjithë shokë dhe kolegë, dhe kemi nisë këtë punë para shumë vitesh, u bë gati 23 vjet, elhamdulillah. Ti çik më përpara, Allahu ta shpërbleft. Edhe sfidat, përpjekjet, gjërat me të gjithë të mirat, po edhe me gabime, edhe me
domethënë edhe me nga një herë përpjeksja kemi arrit, domethënë shpresoj shumë që Allahu na përdori të gjithëve aty ku na pozicionon për mirë edhe për hajër. Shpresoj shumë që xhamive të Allahut i japim jetë ashtu siç e meritojnë. Xhamia Dine Hoxha gjithmonë ka qenë edhe mbetet, domethënë pishtare, elhamdulillah. Zoti ju shpërblet për gjithë aktivitetin që bëni. Ty Hoxh në radhë të parë, po edhe stafit që të ndihmon, që janë të përkushtuar, po edhe vëllezërve të xhamatit të mrekullueshëm. Allahu ju nderoft. Për mua është kënaqësi e madhe sa herë që të ftohem domethënë te xhamia Dine Hoxha, të jem pjesë e këtyre aktiviteteve, aq më tepër edhe të më jepet privilegji me fal. Zoti ju nderoft edhe Zoti ju shpërbleft. Elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. E falenderoj shumë Zotin që neve na udhëzojnë këtë rrugë, na udhëzojnë besim, e pa dyshim është e qartë për gjithë secilin prej nesh. Wallahi, billahi, nëse nuk do na udhëzonte Allahu xhaleshanuhu, neve nuk do ishim të udhëzuar, nuk do ishim këtë rrugë që jemi, rrugën e besimit, që të besojmë Allahun, të besojmë në ahiretin, të kuptojmë qëllimin e krijimit, domethënë neve jemi pikërisht në rrjedhën për cilën na ka krijuar Allahu xhaleshanuhu. Dhe mendoj se shumë prej nesh, mbase edhe të gjithë ne, jemi ndonjë lutje e pranuar e paraardhësve tanë. Siç thot Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā salihā. Tek historia e Musait me Hidrin, alayhi salam, thot ndërsa muri, kur e shpjegoi Hidri, domethënë sekretin e historisë të murit, tha muri i përkiste 2 fëmijëve jetim, edhe poshtë i ka qenë një thesar, thot ishte një thesar. Allahu xhaleshanu duke qenë se prindi i tyre që kishte ndruar jetë ishte njeri i devotshëm, imagjino është lut për fëmijët e tij. Kur ka qenë në jetë dhe Allahu me lutjen edhe me duan e prindit i rute fëmijët edhe rute pasardhësit që t'i rute edhe trashëgimin, po edhe t'i rute edhe dijen se ajo trashëgimia thuhet që kanë qenë aty shpalljet e Allahut, domethënë Teurati i shkruajt në pllaka prej floririt, domethënë kishte edhe vlerë financiare, po edhe kishte vlerë të madhe nga ana dijes e lutja e paraardhësve, imagjino për pasardhësit se çfarë mirësie ka. Edhe shpresoj shumë, edhe them që inshallah edhe ne jemi në një lutje pranuar me paraardhësve tonë. Sot me lejen e Allahu xhaleshanu thash të ndalemi pak te një lutje e bukur e një profetit madh si Ibrahimi alayhis salam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Herë kemi nevojë të rifreskojmë e të rikujtojmë njëri tjetrin për këtë gjë që është kaq e madhe siç është namazi dhe që ne e praktikojmë çdo ditë dhe nganjëherë na merr edhe monotonia, nganjëherë na kap, si më thon, edhe ajo bëhet diçka mekanike ose nganjëherë e harrojmë se ç'a mirësie edhe ç'a begatie të madhe na ka falë Allahu xhaleshanuhu me këtë mundësinë që na ka dhënë, që na ka orientuar tek namazi, tek lutja që i bëjmë drejt për drejti Allahu xhaleshanuhu. Duke qenë se ka edhe njerëz më të zgjuar se ne, duke qenë se ka njerëz që kanë edhe më shumë mundësi se ne, subhanallahu, neve na udhëzoi Allahu xhaleshanuhu, kjo është mirësi e madhe. E Ibrahimi alayhis salam ka bërë disa lutje në Kur'an, siç i transmeton, domethënë siç tregon Allahu xhaleshanuhu në ajetet e Kur'anit. Një prej lutjeve ishte kur ndërtonte Ka'ben, Rabbena taqabbal minna, o Zot pranoje prej nesh. Ai bashkë me Ismailin ndërtonin Ka'ben dhe sa vizionar ka qenë, se do ta them, sa vizionar ka qenë sa që e kuptonte madhështinë e asaj që po bënin, e kuptonte se çfarë rëndësie dhe çfarë roli do ketë kjo shtëpi e parë, pra e ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës, dhe se si do i tërhiqte zemrat e besimtarëve dhe se si do vinin pelegrinët dhe adhuruesit e Allahu xhaleshanuhu ndër vite, ndër dekada, ndër shekuj deri në ditën e Kiametit, deri kur mos tjetë më qabja. E imagjino një vepër kaq e madhe që po e bënin. Ne e dim shumë mirë që kush bëhet sebeb për diçka, i shkruhen sevapet e të gjithë atyre të cilët do të ecin gjurmët e tij ose e bëjnë atë vepër ose përfitojnë prej asaj vepre. Dhe imagjino si i vinë sevapet me tonelata, miliona e miliarda njerëz që e vizitojnë atë vend dhe adhurojnë Allahun, atij i shkruhen sevapet. Dhe i lutej Allahu xhaleshanu Rabbena taqabbal minna, o Zot pranoje prej nesh. Imagjino të bësh një vepër kaq të madhe
e të çaloj ke sinqeriteti, të çaloj për shkakun ke vetë pëlqimi, të çaloj se nuk e bën rregull sipas asaj që kërkon Allahu xhaleshanu dhe të ta zgjesohet. Domethënë njerëzit përfitojnë gjithë, ti s'përfiton asgjë, subhanallahu. Lutje tjetër e Ibrahimit alayhis salam Kur'an ka qenë Rabbi ighfirli. Më falni, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. O Zot, më ruaj mua dhe fëmijët e mi që neve ta adhurojmë idhujt, domethënë të devijojmë nga besimi i drejtë. Një nga ato lutje është edhe kjo që na e ka treguar neve Allahu xhaleshanu, ku Ibrahimi lutej profeti Allahut, Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. O Zot, më bëj mua falës të rregullt të namazit edhe pasardhësit e mi. Edhe pasardhësit e mi. Imagjino Ibrahimi alayhis salam që Allahu xhaleshanuhu kur tregon për Ibrahimin thot inne Ibrahime la halimun awwahum munib. Ibrahimi ishte i urtë, pra i mençur shumë, ishte njëri që i pendohej Allahut dhe i kthehej Zotit xhaleshanuhu. Gjithashtu kur tregon Allahu xhaleshanuhu për Ibrahimin, thot wadhkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ulil aidi wal absar. Përkujtojnë libër robët tanë, Ibrahimin, Ishakun dhe Jakubin, ulil eidi, njerëz pra që i vinte për duash dhe ishin punëtorë të mëdhenj, njerëz që nuk lodheshin kurrë, vetëm punonin të e mira, edhe përpiqeshin për qëllime të mira, wal absar dhe njerëz me vizion. I përshkruajti Allahu xhaleshanu tha ishin njerëz me vizion, nuk shifte sot për sot siç mund të shohin shumë prej nesh, deri ke ku hedh hapin edhe ku hedh këmbën. Por se imagjino vizioni i tij e kuptonte se çfarë do ishte vepra që po lente Ibrahimi alayhis salam bashkë me djalin e tij që do përfitonin jo vetëm ymmeti i tij, por edhe ymmetet që do vinin pas. Dhe imagjino e përdorte Allahu xhaleshanu për vepra kaq të mëdha dhe projekte kaq voluminoze dhe madhështore. Dhe Allahu xhaleshanuhu neve na e tregoi akoma më bukur edhe më qartë që neve na e japi pamjen për Ibrahimin alayhis salam, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allahu xhaleshanu e përzgjodhi Ibrahimin alayhis salam si mikun e tij të ngushtë. S'ka nevojë Zoti xhaleshanu për mik nga krijesat e tij, por kjo tregon gradën edhe përkushtimin, edhe madhështinë që kishte në zemër Ibrahimi alayhis salam për Allahun xhaleshanu. E Zoti me atë përkushtim që kishte, me atë vizion që kishte, me atë devotshmëri që kishte, e kishte afruar afër vetes. Dhe ky njeri i afërt me Zotin, historitë e Ibrahimit alayhis salam nuk mbarojnë, domethënë janë aq fantastike dhe aq bukura. Por që mos ndalemi tek kjo pjesë, të ecim me ajetin tonë dhe me duan tonë. Ky i lutej Zotit dhe thoshte: O Zot, më bëj mua falës namazit të rregullt dhe trashëgimtarët e mi, pra pasardhësit e mi. Çështja e namazit o vëllezër nuk është diçka që ka lidhje vetëm me një profet ose vetëm me ummetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Po të shikosh Isa alayhis salam, profeti i Zotit, edhe ky nga një nga 5 profetët e zgjedhur, që domethënë që ishin profetët më të mëdhenj. Imagjino e bëri Allahu xhaleshanu mrekulli në djep, foli në një moment që po akuzohej nëna e tij për një mrekulli të Zotit. Vetëm të rish ta mendosh, domethënë Allahu do me të begatua dhe do me të veçuar me mrekulli që të bësh mrekulli deri në ditën e gjykimit. Edhe kur ta bësh mrekullin ose edhe kur të ndodhi mrekullia prej Allahut, do ketë njerëz që duan me ta transformuar dhe me ta kthy, domethënë mrekullinë edhe veprën e bukur që të fal, mirësinë që të fal Allahu xhaleshanu, me ta kthy në gjunaf ose në mëkat ose në akuzë. Domethënë me të shëmtu. Deri këtu shkon keqësia ose deri këtu shkon zemër zisia ose domethënë zemra e zezë dikujt, subhanallahu. Atë që është mirësi për Allahut dhe begati për Allahut, me ta kthy dhe me ta shndruar në pislik, subhanallahu. Allahu xhaleshanuhu siç i nis punët e vet ai edhe projektet e vet ai madhi Zot, sa ai kur don me lartësu dikënd ose kur don dikujt me i dhon një mirësi, nuk e nxjerr Allahu xhaleshanuhu në rrugë që ta lejnë balt asnjëherë. Në përgjithësi njerëzit e mirë nuk i lënë Allahu xhaleshanuhu balt. Musa alayhis salam kur ishte para detit, e kishte urdhëruar Allahu xhaleshanuhu të marrë popullin, të ecin sipas udhëzimeve edhe sipas porosive të Zotit, edhe vjen faraoni me ushtrinë,
e dite shumë mirë. Megjithëse njerëzit thanë morëm fund vdiqem, inna lemudrekun, marum, sepse faraoni po i ndiqte me i vra, ai tha kella innema ya rabbi. Kam Allahun me vete dhe da bëj zgjidhje Allahu im, çka besimit fort. Dhe në momentin që akuzohet nëna e Isait a.s., Allahu xhaleshanu bën mrekullin që e shohin të gjithë, që t'i heshte të gjithë ato zemrat e këqija edhe gojët e pista. Qale inni abdullahi atani el-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Imagjino, foli, po jo me fol me belbzu, siç mund belbzoj një fëmijë i vogël që mund të jetë në djep. Ishte në fillimet e jetës tij, ditët e para të jetës. Dhe ai foli sikur me qenë një burr i madh dhe një profet i Zotit, tha, unë tha jam robi i Allahut, ma dha Allahu xhaleshanu librin dhe më bëri profet, subhanallahu. Këto fjalë as ne nuk i rendisim dot kaq bukur. Dhe më bëri mua të begat kudo që do të më shkeli këmba, dhe më porositi për namaz dhe për zekat, ma dum tu haja sa ti jem gjallë në sipërfaqen e tokës, subhanallahu. E ka porosit për namaz edhe Isai a.s. deri sa ti e të gjallë të fali namazin. Musa a.s. kur i foli Allahu xhaleshanhu dhe i tha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata dhikri. Kur i foli me zot dëgjueshëm për herë të parë dhe ja pushtoi të gjithë qenien e tij, Allahu xhaleshanhu me zërin që i foli. I tha unë tha jam Allahu, tha me të vërtet unë jam Allahu, tha. Ndaj ma adhuro mua dhe fale namazin për përmendjen time ose për përkujtimin tim, subhanallah. E urdhroi Allahu xhaleshanu Musën a.s. Profetit ton i tha Allahu xhaleshanu wa'mur ahlaka bis salati was-sabir 'alayha. Urdhroje familjen tënde të falin namazin, të jenë të rregullt namaz dhe bëj durim në faljen e namazit. Pra nga një herë, dikujt mund t'i bëhet pak si e vështirë, dikush mund të përtoj, dikujt mund t'i bëhet e rënd falja namazit. E ke parasysh do lesh shtratin, do lesh për të falë sabahun për të çu, do marrësh masa avdes me ujë të ftohtë, diku e ketë ngrohtë, diku s'ke. Mund të jesh i lodh, mund të kesh rënd darkë vonë, ama Allahu xhaleshanu thotë bëj durim, thotë në faljen e namazit, sa ajo është më e mira për ty. Ndërsa ummetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam i tha hafidhu ala salawat. Tregoni kujdes të veçantë për faljen e namazit. Ruani pra faljen e namazit, ruajini faljen e namazit që ta falni në rregull në kohën e vet edhe ashtu siç duhet me lejen e Allahu xhaleshanu. Prandaj o vëllezër, edhe Ibrahimi alayhis salam, profeti vizionar dhe profeti njeriu i dashur dhe i afërt i Allahut xhaleshanuhu, e insistonte këtë lutje dhe thoshte Rabbi x'alni muqima salati wa min dhurriyyati. Mos e harroni vëllezër. E kam gjetë në disa dietarë të Islamit e kam gjetë që thon kush e bën këtë lutje edhe insiston me shpirt tek Allahu xhaleshanuhu. Inshallah Zoti xhaleshanhu do t'i japi mundësinë që të jetë i rregullt të falë namazit ai dhe do t'i shofi frytet e kësaj lutje në jetën e tij po edhe në jetën e familjarëve të tij. Vallahi. E kam gjetë tek disa dietar, qoftë tek të hershmit, qoftë tek të rinjt tani pra që porosisin edhe që japin këshilla. A ke menduar ndaj herë dhe a ke meditu 5 namazë në ditë? 5 namazë në ditë. A je në punë apo si je në punë? A je smur apo je shëndetshëm? A je udhëtar apo je venali? Ora edhe në luftë, subhanallah. Ora edhe në momentet që je më vështirë ose edhe aty ku të mbyllen gjërat, namazi nuk lehet. Ç'nej gjithë ky obligim dhe gjithë ky insistim nga feja jon për namazin, sepse është i domosdoshëm për gjithë secilin prej nesh. Dhe është i dobishëm pra frytet që ka namazi dhe gjurma dhe roli që ka namazi në jetën e besimtarit të vëllezër, është shumë i rëndësishëm. Mos kishte qenë kaq i rëndësishëm, e mos kishte qenë kaq i dobishëm për vallahi nuk e insistonte feja jon, nuk e insistonte Allahu edhe profeti alayhi salatu wassalam. Nuk e insistonin dashurit e Allahut edhe profetët e Zotit namazin, po mos kishte qenë kaq i rëndësishëm edhe me rol kaq të rëndësishëm në jetën tonë. Ai është i pari, subhanallahu. Ai është i pari.
Sa borxhli jemi Allahu xhaleshanuhu neve që na udhëzoi për këtë mirësi dhe për begati. Tregohet në hadith sakt se një person kish pas kalu 500 vjet, njerëzit përpara siç e dini kanë pas jetu shumë më tepër. M'falni. Dhe 500 vjet në një ishull kishte jetu vetëm adhurim Allahu xhaleshanu, vetëm adhurim Allahu xhaleshanu, vetëm adhurim Allahu xhaleshanu, vetëm dhe e thekson vetëm, i kishte mundsuar Allahu xhaleshanu ushqimin që të jetojë domethënë, mos i mungoj diçka. Vetëm edhe s'kishte edhe me dash me boj gjunof, s'kishte me çin me boj gjunofin, e kupton? Domethënë vetëm adhurim ishte izoluar në ishull, pa dëshirën e vet, me sa duket. Dhe del para Allahu xhaleshanu dhe i thot Zoti i gjithësisë, robi im thot, futu në xhennet me mirësinë time, me mëshirën time. Imagjino robi 500 vjet është lodh vetëm adhurim, as i gjunof. I thot o Allah thot, futem në xhennet thot me veprën time. Oh subhanallah. Tani gjithë këtë dialog kaq interesant, neve jo më kot ne ka tregu profeti alayhi salatu sallam që të kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë. Edhe ku jemi neve, pra 500 vjet nëse jetojmë do të kur 500 vjet. 500 vjet adhurim, vetëm adhurim. Dhe as një gjunaf, as një mëkat. I thot Allahu xhaleshanu, dakor të robi im thot, pa drejtësi nuk të bëj. Merreni thot vetëm begatinë e shikimit. Vetëm begatinë e shikimit venin peshore dhe veni 500 vjet adhurim. Peshote më shumë mirësia e Allahu xhaleshanu se sa 500 vjet adhurim. Imagjino sa duhet falemi ne, e sa duhet të adhurojmë Allahun xhaleshanu ne, që ne të lahemi i herë vetëm me mirësitë që na ka falë Allahu xhaleshanu, që na ka prunë këtë jetë dhe na ka dhënë gjithë mirat. Pastaj të fillojmë me detyrimet që kemi karshi Allahu xhaleshanu. E kur e shef veten që nuk kishte bë as vetëm për një begati, se begatitë e Allahut nuk numërohen, thot Zot futem në xhenet me mëshirën tate. Allahu e mëshiron subhanallah. Engjujt e Allahu xhaleshanuhu. Ka engjëj që i ka kriju Zoti xhaleshanuhu që nga dita e krijimit në ruku ose në sejdë, vetëm adhurim, nuk ngrehen, nuk e ngrejnë kokën kurr. Nuk e ngrejnë kokën kurr. Asnjë moment. Vetëm në ruku ose në sejdë, ose vetëm i bëjnë tesbih Allahu xhaleshanuhu. Këtë detyrë kanë. Imagjino ditën që dalin krijesat para Allahu xhaleshanuhu, ditën e gjykimit. Do të thonë subhanaka ma abednaka haqqa ibadetik. I lartësuar jo Allah pa të meta, nuk ta dham haku neve ty në adhurim, subhanallah. Vetëm madhështia Allahut si jepet haku. Vetëm mirësive tuaja si jepet haku. Do të thonë mirësive që të ka falë Allahu xhaleshanu. E kuptoni sa borxhli jemi neve karshi Allahu xhaleshanu o vëllezër edhe motra besimtare. E ky namaz neve që falim na bëhet i vështirë, na bëhet i vështirë. Dikush për to më u çu më u fal. Dikush shpejt o burrat marrim avdes shpejt. Elhamdulillah që na ka udhëzuar Allahu dhe falemi, kjo është mirësia e Allahut për Zotin. Po ne po themi që ta kuptojmë atë që bëjmë dhe t'ia dim vlerën kësaj që bëjmë. Dikush o burrat falemi shpejt marrim të ikim sa më përpara. Dikush falet edhe ka mendjen diku tjetër, edhe pse thot Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, menjen ke borxhi, menjen ke i punë, menjen ke i takim, menjen ke i personit caktuar. O ti që falesh, edhe ti që shpërqendrohesh ndaj Allahu xhaleshanu në namaz, zgjidhjen për hallin edhe për problemin që je duke menuar edhe po të shpërqendron ty, e ketë ai që po shpërqendrohesh ndaj tij, subhanallah. E ketë Allahu xhaleshanu, ai ka në dorë të gjitha. E kupton si ngatrohemi me veten tonë, si harrojmë edhe si harrojmë mirësinë e kësaj që po bëjmë. Ta ka dhënë Allahu mundësinë. Si thot profeti alayhi salatu wassalam, kujt i hapet dera e lutjes, ju ka hap dera e përgjigjes. Po ti si mendon? Po do të Allahu xhaleshanu mos me tu përgjigj ty, të kishte fut ke lutja ty, të kishte fut ke namazi, po ka dashmër don Allahu me një gjuhë zonin tat, lutjen tate. Do Allahu me ju përgjigj lutjeve tuaja. Dhe ti duhet ta mendosh këtë gjë kur futesh falësh namaz, duhet ta mendosh që Allahu më deshi më fort dhe po ma ka hap këtë derë, se me qenë ta myllte derën siç ja ka mbyll shumë tjerëve që s'do më janë një gjuhë zonin fare mbas. Allahu na ruaj, që është i hidhur me ta, Allahu na ruaj. Dhe kur e ke këtë mirësi të madhe, me qëndru për para Allahut xhaleshanuhu, mos u shpejto. Mos e bëj namazin sa për të kaluar radhën. Ndjeje namazin edhe kuptoje që je duke fol me më të madhërishmin. Aty fillojnë
si me thonë, komunikimet e zemrës edhe të shpirtit. Edhe është mirësi e madhe që ne Allahu xhaleshanu na e ka bërë të komunikojmë drejt për drejti me Zotin xhaleshanu. Është hadith i mrekullueshëm edhe shumë i bukur, hadithi El Fatihas që thot profeti Ali sallallahu alaihi wasallam thot Zoti xhaleshanu e ndava namazin midis meje dhe midis robit tim 2 pjesë. Pra kur thot robi një ajet nga sura El Fatiha, Allahu i përgjigjet subhanallahu dhe i jep ato që i kërkon robi. Është hadith shumë i mrekullueshëm, vetëm ta kuptosh edhe vetëm ta ndjesh këtë që po komunikon me Allahun xhaleshanu, është gjë e madhe, vallahi. Vallahi, njerëzit nga i herë kanë i hallo se i siklet, e din që e kanë dorë filani, do rrinë mase me muj, derisa të krijojnë një takim me atë se mund të jetë shumë i vështirë me u kap. Allahun e ke kollajmër Zoti i gjithësisë ta ka bëu kollajmër subhanallahu. Është ai i cili lëviz zemrat, është ai i cili i ka në dorë të gjithë situatat, edhe është ai i cili i rregullon ose i zbut gjërat ose i jep rrugë zgjidhje. Allahu xhaleshanuhu. Allahu neve na porositi o vëllezër, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jeta ka vështirësi, jeta ka sfida, jeta ka momente, jeta ka situata që krijohen. Mos e harroni kur 2 gjëra me të cilat ndihmojeni në çdo situatë jetës tuaj, na e ka thënë neve Allahu xhaleshanu në Kur'an. Ndihmohuni në jetën tuaj me namaz dhe me durim. Durimi patjetër është çelës. Është çelës durimi. Imagjino në momentet që njeriu mërzitet ose kur i vjen i lajm i hidhur, këto janë momentet që mos tepër njeriu gabon, merr vendimet e gabuara, o shkatroj jetën e vet, o shkatroj jetën e tjetrit. Duhet durim, me durim. Inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, me të vërtet i jepet durimtarve shpërblime pa hesab. Pra nëse një shpërblim shkon me 1 me 10, 1 me 70, 1 me 100, 1 me 700, siç e thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, deri në 700 për durimin pa hesab. Edhe me namaz, thot Allahu xhaleshanu, duke na theksu neve rolin që ka namazi në çdo lloj situate, sado e vështirë që të duket ajo. Siç transmetohet, të gjithë profetët e Allahut, të gjithë profetët e Allahut, në momente vështirësie ose në momente sprove, kërkonin pra strehim ke namazi. Kërkonin mbështetje ke namazi, futeshin namaz me komuniku me Allahun xhaleshanu. Historia e Taifit me profetin ton alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit tim qoftë me të. A shkoi dërgumi i Allahut fshehurën Taif, bile nuk doli as me kal ose me diçka që mos ta merrnin vesh banorët e Mekës që po shkon Taif se do i paraprinin dhe kishte dëshirë shumë dhe shpresonte që atje do gjente mbështetje kur po mbylleshin rrugët Mekë. Si ishte përgjigja? Më e keqja e mundshme. Derisa shokohet profeti alayhi salatu wassalam. Shokohet. Ka hec nga Taifi kur e përzun, bën edhe atë korridorin tu i gjyt me gur, siç thot një prej sahabëve, thot pasha Allahun, thot ju bona thot mburoi profetit alayhi salatu wassalam. Ama thot e kapi guri ke këmbë derisa u gjakosën këmbët e profetit sa, kurse të tjerat pastaj kishte hongër ky në kurriz, nuk kishte një gjok, ky do të vetëm thjesht të rusha profetin e Allahut, isha më i lumtur i mbot, thot. Nuk i nitet vetat dhe kishte pa që ishte gjakos profeti alayhi salatu wassalam. Dhe në fund fare i thanë, prit i thanë, përveç që e përgënjështrun, prit i thanë, tashi bëjmë kolonën me fëmijët edhe me njerëzit që ishin me ndjelet, edhe kalonin këtu, tha, dhe me gura prapë, subhanallah. Qa i boni profeti alayhi salatu wasalam? Asi gjo, tha, besoni Allahun, t'ju nderoj Allahu, kaq, nëse s'doni, puna juaj. Dhe nga kjo përgjigje, edhe nga ky reagim, ka hec profeti alayhi salatu wasalam rreth 30 ose më shumë kilometra, plus minus, ka hec edhe nuk e ditë ku ishte, ishte në qell, ishte në tokë, me kuptimin që ishte i shokuar nga kjo lloj përgjigje. Priste diçka tjetër dhe mori përgjigjen më të keqe të mundshme. Ku e gjeti ngushëllimin ose ku e gjeti mbështetjen profeti alayhi salatu wasalam? Ke duaja, ke lutja. Te lutja e njohur që transmetohet që e dim gjithë, Allahumme inni eshku i leke dafe kueti, o Zot, unë parashtroj të këti dopsin time, u qillet e hilet i mundësit e mija të pak, u hehwani ale nas dhe peshen e volë që kam ke njerëzit. O Zot, ndorët kuj do të mlesh, a dikush që është ja afert e nuk më respekto, apo një armik që do me mu kundërvën, in lem jekun bike ghadabun alayya fala ubali. E nëse ti o Allah nuk je i zemrum me mua dhe nuk je i dhrum, unë prap nuk e kam problem subhanallah. Derisa kjo dua
lëvizi gjithë jetën qiellore. Lëvizi jetën qiellore, zbret Xhibrili alayhis salam, tha ky është engjëlli i maleve, ka dërguar Allahu xhallahu nëse do Taifin, tha, siç është midis dy maleve, që e dim historinë. Pra, imagjino kthehet i dërguar me Allahut mbas një situate kaq të vështirë, ke lutja ose siç themi neve, pra, ke namazin. Në Bedër, para se të ishin betejën e Bedrit, profeti alayhis salatu wassalam ishin rreshtuar rreshtat dhe ishte betejë vendimtare, ishte hera parë që përballej e vërteta me të pavërtetën. E profeti alayhis salatu wassalam ja kishte premtuar Allahu xhaleshanu fitoren, ose do merrte karvanin ose do merrte betejën. Karvani hiku, kështu që ishte sigurt me Kur'an, me shpallje të zbritur prej Allahut që do fitohej beteja. E ndërsa i dërguari i Allahut ishte në çadër, ndërkohë që rreshtat ishin bë gati, pra dy ushtrit, dhe i lutej Allahu xhaleshanu me përgjerim dhe i thoshte: "O Zot, nëse nuk e ndihmon këtë grup sot që mbështet mesazhin tat edhe fen tate, nuk do adhurohesh më tokë." Imagjino sa kritike ishte gjendja. Derisa i shkon Ebu Bekri, ngrinte durët, i ra edhe rroba që kishte mbi supe, i shkon Ebu Bekri dhe i thot: "Ja Resul Allah, ta ka premtuar Allahu, mos u bëj merak se do ta japi Allahu atë që ta ka premtuar se ja kishte zbrit në Kur'an." Prap ke lutja profeti alayhis salatu wassalam. Po mirë vëllezër, kur ka eklips, që është situatë jo e zakontë, kur ka thatësirë që ka dëme të mëdha ose është situatë e jashtëzakonshme, që mund të bëhet dëm të gjëja gjallë ose të fëmijët ose të vjetrit ose të bujësia, ose përpara ka qenë shumë e rëndësishme. A nuk na ka ligjëruar neve feja namazi i eklipsit, namazi i shiut? Patjetër, prap neve na udhëzoi feja tek namazi për situata që janë të pazakonshme ose të vështira. Ibrahimi alayhis salam me Sarën, në momentin që e merr mbreti, e merr bashortën e tij, Sarën, sepse ai kishte, domethënë, një ligj që ato që ishin të martuar, si më thon atë femër që, si më thon, e shikonin si të përshtatshme, ato e çonin ke mbreti. Dhe ishte i pafuqishëm, subhanallahu. Ishte i pafuqishëm me bëu diçka vetëm Ibrahimi alayhis salam. Siç tregohet në historinë e tij, lidhet namaz dhe vetëm me namaz derisa i ka kthy Sara pra bashortja e tij. Po edhe bashortja e tij Sara, kur i thanë që bëu gati se tash do vi mbreti, zbukurohu e bëu kështu, ajo hyri në namaz, vetëm namaz. Dhe Allahu xhaleshanu tregon, domethënë, dhe tregohet që Allahu xhaleshanu ja mundsoi që mbreti mos ta prekte dot, sepse u paralizonte, ju mpinin gjymtyrët, nuk u afronte dot derisa tha që e ke magjistare fort për Allahut. Pra namaz ajo, namaz Ibrahimi alayhis salam, namaz ajo, namaz Ibrahimi alayhis salam, me gjithë merakun që kishin për një situatë pra kaq të vështirë me të shkatruar familja, subhanallahu. Musa alayhis salam, në momentin që ishte një ditë duke fol përpara popullit të tij dhe i fliste për premtimet e Zotit, për ditët e Allahut xhaleshanu, e zemrat po prekeshin dhe njerëzit fillon duke lotu. Në atë moment del një femër duke qajt, duke ulërit me të madhe, ulëriste. Dhe Musa alayhis salam pa e ditë, me mirësinë e tij tha: "Hajde, tha, si është puna?" tha. "Si më i thot si është puna, më thot, nuk të vjet turp, thot më. Nuk të vjet turp, bën edhe si burr i mirë këtu përpara gjithë popullit." Ti thot, a nuk ishe ti thot që bëne imoralitet me mu para të gjithëve, sa ishin gjithë populli vet. Imagjino ti je duke fol për devotshmëri, dali dikush thot, ti je maskaram, thot, para sy të gjithëve duke bë skena. Ças prove. Thot, unë tha kam qenë. Zbote vaki. Po tha, ti ke qenë, tha, dhe ju të qeni këtu, ta dini mirë, tha. Tha, mleni, tha, vetëm, nuk ka zgjidhje, vetëm Allahu mund ta ndrote situatën. Ç'a mund bëta, ai letote sa dote që unë nuk kam qenë. A i mushet me një njerëzë? Atëherë, tha mleni, tha të falë 2 rekat namaz, si që transmetohet. Ka falë 2 rekat namaz, ju ka lutë Allahut, e ka thonë, o Zot, mos më turpro. O Allah, ndorën tate, ti ke zemrën ndorë. Sa ka mbaru namazin, ka thonë, ka fillu duke qajtë, ka thonë, ti e profeti Allahut, po karuni, thot, më ka paguajt, thot, mu pa hesap, thot, me bogët skensat, subhanallah. Pra, ju kthy Allahut xhaleshanuhu me namaz Musa alayhis salam. Jakubi alayhis salam, inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Unë thot, hallet e mia dhe brengën time, thot, ja parashtroj vetëm Allahut xhaleshanuhu, normal, me lutje, me namaz. Vëllezër, e kam vetë të provume, Pasha Allahun, siç mund të ketë pas dikush për jush situata të vështira ose situata sprova,
Kam kalu për shembull situata shumë të vështira, vallahi. 2 lutje. Vallahi gjesha prehje edhe gjesha suport shpirtëror, po edhe gjeja qetësim të këto 2 lutje. Një lutje që janë transmetuar nga profeti alayhi salatu wassalam. Një lutje është Allahumma inni es'aluka khayra hadha al-yawmi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu. Pra bëhet në mëngjes, në lutjet e sabahut, në lutjet e agimit, o Zot, unë të lutem ty që të mjapësh mirësinë e kësaj dite, begatinë e kësaj dite, fitoret e sukseset e kësaj dite, dritën e kësaj dite, edhe bereqetin e kësaj dite dhe udhëzimin e kësaj dite, dhe të kërkojmë mbrojtje ty o Allah nga e keqja e kësaj dite dhe e keqja që vjen mbas saj. Është lutje transmetuar nga profeti alayhi salatu wassalam që e ka pas bë pra në mëngjes, kurse në mbrëmje thuhet me natë, nuk thuhet me ditë. E ka pas bë mëngjes edhe në mbrëmje. Bashkë me këtë lutje, mas çdo namazi, ajo mase është e përcaktuar, si më thonë që ta bësh mëngjes dhe mbrëmje, unë e bëja mas çdo namazi. Allahumma ihfadhni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi rahmatika an uqtala min tahti. O Zot, kërkoj mbrojtje që të mrush, si më thon, nga e keqja që më vjen nga përpara, ose nga pas, ose nga e djathtë, ose nga e majt, ose nga lart, dhe me mirësinë ose me mëshirën tënde o Allah, nga çdo e keqje që mund të më vijë nga poshtë. Subhanallah. A kuptoni vëllezër që nga i herë kamuflohet e keqja aq shumë, dhe nga i herë ndërlidhet e keqja aq shumë saqë nuk e kupton nga po të vijë e keqja. E Allahu madh, profeti alayhi salatu wassalam na mësoi neve edhe për këtë ditë, që sado që të kamuflohet e keqja, shive Allahu, ti e lut Allahun të të ruaj nga të gjitha anët, nga do të vijë e keqja ty po të ruaj Allahu nga të gjitha anët. Pasha Allahun, vallahi billahi, qetësinë edhe mirësinë që mjepshin këtë lutje dhe forcën që mjepshin këtë lutje në situata të vështira, vallahi po e ndaj me ju, po ja them për Zotin, i qofshim fal Allahut të madh për mirësinë që na ka dhënë neve dhe për mundësitë që na ka dhënë. Është një hadith i bukur që thot profeti alayhi salatu wassalam, mbase të gjithë e dim hadithin. 7 vet do të strehohen në hijen e arshit të Allahut ditën që s'ka hije përveç hijes tij. Dhe një prej këtyre grupeve është wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dhe një person i cili zemrën e ka shumë të lidhme, ka të lidhme ngushtë me xhamin. Po të vish te ky hadith, fjala mu'allaqun do të thotë i var. A është kështu hoxha po? Mu'allaq, i var. Pra sikur njeriu është aq i lidh me xhamin, saqë zemrën e ka këtu me pas i gozh këtu me pas dvar me ke xhamia. Edhe pse hikën me kryj punët e veta ose hikën maro gjonat e veta, prap zemrën e ka këtu në xhami. Kështu është një nga kuptimet ose një nga shpjegimet e këtij hadithi. Pra çdo që të bëjnë aktivitetin tjetër të ditës, domethënë, ai e ka zemrën të lidhme me xhamin, kudo që të shkojë. Erdhi koha namazit ta ke xhamia. Maroi, shkoi kriju punët, erdhi koha namazit ta ke xhamia, namazi me xhamat, subhanallah. Është shumë i bukur vallahi si hadith, dhe jo mkot Allahu xheleshanu do ta zgjedhë dhe do ta diferencojë nga të gjithë krijesat e tjera, sepse me të vërtetë ai që e ka të lidhme zemrën me shtëpinë e Allahut. Po në shtëpinë e Allahut ç'a bëhet? Falet namaz, synet ose farz, lexohet Kur'an, përmendet Zoti xheleshanu, bëhet dua, bëhet tobe, këto gjëra bëhen namaz. Në xhami, falni, këto gjëra bëhen në xhami. Dhe Allahu xheleshanu neve na ka treguar nëpërmjet profetit tij sallallahu alaihi wasallam se ai i cili ka zemrën të lidhur me adhurimin e Allahut dhe me shtëpinë e Allahut, Zoti xheleshanuhu ka për ta marrë në dorë çështjen e tij, pra edhe në këtë botë edhe në ditën e gjykimit. Dhe që ta mbyll fjalën time, inshallah, jo vetëm kur kemi momente të vështira, jo vetëm në jetën e përditshme, jo vetëm begati dhe bereqet që shton namazi dhe i rregullon punët, Allahu xhaleshanu atij që është i përqendruar me namazin e tij. Jo vetëm që e ruan nga e keqja, por gjithashtu neve na mëson profeti alayhi salatu wasalam se edhe ai i cili bën gjunaf ose bën mëkat, siç janë njerëzit ose siç jemi të gjithë, Zoti na ruaj. Siç jemi të gjithë, e bëni gjunaf, mase
se besimi ullet edhe ngrehet. Atëherë çfarë duhet me bë? Mas ti gjunafi. Po themi që bëj gjunafe sa dush edhe bë këtë se je në rregull. Jo, ne themi që njeriu jemi rob, ka herë jemi më dobët e bëjmë gabim. Fillo reflekto me veten ç'a më bë. Atëherë thot profeti alayhis salatu wasalam, kush merr avdes me kujdes, me përkushtim, edhe i fal 2 rekat prap me zemër, me përkushtim. Pra me ndjenjën e tëubës së pendimit, Allahu edhe i kërkon falje Zotit xheleshanu për atë gjunaf, Allahu ka për ta fal. Shive e lidhi prap me namazin. Allahu xheleshanu ka për ta fal robin e vet me lejen e Allahu xheleshanu. E lusë Allahu xheleshanu të na falje, të na mëshiroj, e lusë Zotin që gjithë vëllezër këto momente edhe këto minuta t'ju shkruaj veprat mira në librin e veprat mira dhe inshallah na mbledhi vetëm për gjëra të bukura dhe të hajrit. Hoxh, Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft edhe faleminderit shumë për respektin. Zoti të shpërbleft Hoxh Bilali, na kënaqe, Zoti të nderoft. Na kënaqe edhe me ligjëratën edhe me zonën që na falë namazin e akşamit. Allahu të shpërbleft, Zoti të ruaj nga çdo e keqe, Allahu të don sukses për ta çuar këtë mirësi që të ka falë Zoti sa ti je gjallë me vepra të mira. Amin.